Doktor, unë e thashë në fillim të emisioni që do të flasim për frakturat edhe tek fëmijët edhe tek të rriturit, sepse frakturat janë një prej problematikave më të pashmangshme. Shpesh na shqiptarët e kemi një thonje popullore urdhzovan piktrashtit, dhe kjo ndodh pikërisht kurse pret hiç, fraktura ndodhin në situata të ndryshme. Po të doja fillimisht për audiencën ta shpjegonim çka saktësisht konsiderohet frakturë, sepse janë disa krisje të vogla. Çka është fraktura? Unë po du me shpjegu në mënyrë sa më thjeshtë. Fraktura është një send, domethënë një diçka që na si ortoped atakohemi shumë shpesh ose gati çdo ditë. Fraktura si definicion është kputje një kontinuitetit të disa kockave të gjata. Kjo ndodh si pasojë një mekanizmi që vjen nga jashtë. Ju e përmendet ato që thatë që vjen rrëzohemi ose lëndohemi prej çdo situate, dhe kjo situatë bjen që kocka e pranon një veprim të një force që ajo nuk mundet me mbajt. Dhe që kjo forcë që s'mbahet, domethënë vjen deri te plasaritja e kockave, dhe plasaritjet mandej janë shumë të mundet me qenë shumë të ndryshme, që mandej ka shumë klasifikacione të frakturave që munden mandej pavarësisht se cila kockë dhe çfarë ndryshimi ka psu kocka, ka dhe fraktura shumë të ndryshme. Unë frakturat kisha pas dëshirë mi klasifiku me mosha, domethënë që fraktura është një diçka që i prek të gati të gjitha moshat. Frakturën fillon si nocion frakturë ose ndryshimi kontinuitetit të kockës është prej moshës kur lind. Edhe në procesin e lindjes kemi raste ku mundemi mu ballafaqu me një frakturë. Gjatë procesit të lindjes është fjala. Një ngreje jo e drejtë, ndoshta e foshnjës. Kryesisht në procesin e lindjes munden me ndodh, domethënë që quhen frakturat, meqense se jom për me fol për frakturat, i kom da dhe frakturat ma shumë në mosha. Kategoritë moshave. Dhe po filloj, domethënë, prej procesit lindjes, si një proces që, domethënë, gjatë daljes së fëmijës në mënyrë natyrale mundet me ndodh, dhe kemi gjatë tërheqjes së fëmijës mundet me ndodh fraktura e klavikulës, që është një frakturë që shpeshherë mjekët ose profesionistët munden me pasi diçka që ndodhi. Unë po du me qëtë eksperiencë mi tërgu që këtë frakturë duhet me pa, duhet me trajtu ashtu si duhet, mirë po nuk duhet me marrë shumë për faktin se kjo frakturë trajtohet në njërë shumë. Trajtohet letë? A është diçka serioze për foshnjën? Nuk është shumë, çdo frakturë është serioze, mirë po duhet me pas parasysh që mos me qenë nana shumë e preokupume, se kjo frakturë ma shumë duhet mu trajtu te nana, që me pas kujdes çka me bu, për faktin se një fëmijë shumë i posalindur domethënë tregon që nuk mundet na tërgu që është një frakturë që domethënë ai tregon dëmbja është sendi i parë që paraqitet çan fëmia, dhe mandej duhet në qysh në kontrollin e parë që bëhet fëmijës, domethënë duhet mu mbyll fraktura e dy klavikulave që duhet mu pa për mjeku që ka bu lindjen, domethënë mu pa mos rasisht ka ndodh kjo frakturë. Trajtimi është tepër i thjeshtë, duhet vetëm nana me qenë edukume që mos me ndërgu krahun lart. Domethënë është vetëm një trajtim dhe me ftofje. Nuk ka nevojë për mobilizim dhe nuk ka nevojë për diçka tjetër.